Përshëndetje dhe mirë se po takohemi. Është emisioni Rinia, emisioni i cili sjell tema të ndryshme me mysafirë të rinj, të cilët janë të talentuar dhe që çdo javë e diela neve po na bashkon të gjithëve së bashku për të sjellë në dritë këta talent të rinj, të cilët ndoshta janë zbuluar, por që tashmë le të shohim shumë nga perspektiva e tyre dhe nga bota e tyre. Dhe unë si gjithmonë kam kënaqësinë që këtë studio dhe këtë emision ta ndaj bashkë me kolegun tim Endi. Endi, përshëndetje. Përshëndetje Ars aty, përshëndetje edhe gjithë shikuesve të dashur të podcastit Rinia, por po ashtu edhe të televizionit Syrivizion. Por i takohemi edhe këtë të diele për herë të fundit sa i përket vitit 2025. Po besoj që po kuptoni që është një epizod festiv i dedikuar le të themi festave të fund vitit dhe por i takohemi për herë të fundit Arsa, një tjetër emocion edhe vetëm një orë para rezultatit të zgjedhjeve. Po, por ne do ta lëm të zgjedhjet, le të shkojmë larg politikës dhe le të kthehemi te vetë qëllimi i emisionit, talentët e rinj, muzika, festat e fundvitit, edhe siç e tha edhe Endi, ky emision është një edicion festiv, edhe ne në këtë emision do të kemi mundësinë që të shprehim edhe të gjitha urimet tona dhe të gjitha të mirat që viti 2025 na ka lënë, por që ne do t'i vazhdojmë ato në vitin 2026, gjithmonë duke uruar për më mirë. E Endit, po ja lë Endit pjesën e prezantimit të mysafirës son shumë speciale për sot, e cila neve nuk na ka ardhur vetëm, apo Endi? Jo, nuk na ka ardhur vetëm, publiku do të zbuloj edhe pak se me çka ka ardhur ajo. Për herë të parë sonte podcasti apo thënë kështu studia podcastit Rinia do të sjell tek ju një këngëtare. Me profesion këngëtare është një vajzë e re në moshë, e cila ka ëndra shumë, bëhet fjalë për Troja Bisurin. Troja, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që ke pranuar ftesën dhe ke pranuar të jesh sot pjesë e jona në këtë episod të fundit sa i përket vitit 2025. Faleminderit shumë Troja, e ne nuk e cekëm se me çka ka ardhur Troja, por besoj që po shihet pak këtu në pamje. Trojën e kemi me kitarën e saj. Faleminderit Troja që e ke marrë edhe kitarën e vete. Atëherë Troja, kur e kuptove që muzika dhe kitara ishin pjesë e jotja e pandashme? Kur ishte ajo hera e parë? Hera e parë, këndimin e kam dashur gjithë jetën time, edhe kitarën kur kena pas një në shtëpi tonë të vjetër, një kitarë të vjetër të gjyshit, edhe babi ka herë merke kitarën edhe lujke në atë kitarë, edhe unë qatë herë kom gjetë dashnin teme të gitarja, edhe kom lyp me hi në shkollë muzikës, edhe tashti ka dalë të rritë, ja kom nisë me mësu edhe kitarën, kënej ka këndimi me akorde, ja kom nisë edhe me këndu edhe tash pi që atëherë që gjithmonë më bëj gitarën kur çkoj me këndu, nuk muj ka herë pa ato. Shumë mirë. Troja, Arsa të pyeti pak se kur e kuptove që i përket le të themi kësaj fushë, talenti yt po zhvillohet ditë pas dite, dhe unë po du me të pyet pak ende për fillimet e tua. Si mban ti në mend hapat e tu të parë? Muzikën e kom dash, si që është edhe më parë, e kom dash këtë jetën time, kom pas këtë gjithë kohës brenda meje. Dhe tashti unë, ka dali jëmë hi edhe në shkollë muzikës më moshën 6 vjeqe, këndimin ma kanë gjithë mësusët e kopshtet, dhe kom marë tashti pi moshës 11 vjeqarja, kom nisë të marë pjesë në përgara, të këndimit edhe të kitarës edhe pi qatë herëshet ja ka njësë hapat mija të rrugës e muzikës. E Troja, gjatë këtij rrugtimi që ke pasur deri më tash nga shkolla e muzikës dhe tash që vazhdon me kitaren edhe që këndon, a ke hasur në ndonjë vështirësi në këtë rrugtim? Jo, ndoshta ka një herë, po kur të bëj diçka që du, edhe e di që duna me punu fort për edhe ka herë është vështirë pak se moshta me edhe gitarën edhe shkollën edhe këndimin, po unë muj mi bot të trijat. Është shumë mirë me pa që ke dëshirë, sepse mendoj që kur dëshira dhe talenti mbizotron, pastaj mund të arrish të kryosh një balancë mes të gjitha gjërave që i ke pranë teje, në secilën sferë të jetës, le të themi. Sidomos kur e përzinj pasionin me profesion. Me profesion, po. Arsa, të pyeti pak për momentet e vështira ndoshta gjatë këtyre viteve apo për sfidat e themi, unë po du me pyet për të kundërtën, momentet e lumtura tua. Momenti jam i lumtur është që kom pas para 2 vjetëve që se zgabëj, kur më koni në X Factor,
Dhe ku e kum pas një eksperiencë shumë bukur që sa harroj. Edhe u kon ondër e madhe që ajo se pa ta fitu edhe kretjoria më pa të ndonë po absolute edhe po fati keq u kon që kanë dashme më mbrëzu për shkak të moshës që kum pas, se më kon e vogël 13 vjeçe, jo 12, 13-12, falem se ka herë nuk të maj madh. Edhe une nuk jom bo nervoz, po që ajo humbje ose rrëzim më ka dhonë ma shumë kurajo për më punu dhe ma shumë edhe me tashti nashta në vitin 2026 presin gjana të reja edhe. Orsa nëse ka mundësi më ndërlidh këto me një pyetje, ti po të regon edhe për publikun që ke qenë pjesë e këtij spektakli le të themi. Po shumë herë unë dëgjoj fjalë të ndryshme të spektakleve të tilla që fituesit paracaktohen në fillim. Dhe gjërat nuk shkojnë ashtu siç ndoshta i shikojmë në televizion. Ti e ke ndjek le të themi këtë spektakël nga afër. Si kanë qenë përpas skenat e këtij spektakli? Une i kom pas shumë shoqëni të madhe, në X Factor, po? Po. Kom pas shoqëni të madhe, edhe që në kohën të ma të mdaj se une ka unë qef, diqysh mu prezentu me gjithë këngëtarë të ri tjerë, dhe diqysh u kon edhe qef, kom pas stres pra pas skena, atëherë kom pas stres e diqysh skena më dhoja, dhe pa taknu për një publikit madhë. Edhe nuk kam ka tëm tjetër, veç jom kon, adin jom knaq shumë, jom prezatu me këngëtarë tjerë, si qash edhe parës. Unë mendoj që nuk do të thotë që nëse ti rëzohesh, si që tha dhe ti, sepse kjo ka shtyrë ty që të vazhdosh edhe më tutje, por ti e ke parë që ajo dëshira, sepse ajo dëshira madhe, kur ti e para një publiku, edhe kur talenti jut po ekspozohet, edhe kur talenti jut që është ekstremisht i rrallë, le të themi, sepse je mahnitshme me zërin tënd dhe me instrumentin, që besoj që dhe gjithë shikuesit që neve po na ndjekin tash kanë më pas mundësi që në vazhdim të emisionit të dëgjojnë edhe ty duke kënduar, sepse kjo ty nuk të ka rrëzuar, por vetëm të ka shtyrë që të vazhdosh edhe më tej, e pse jo presim që edhe ndoshta vitet në vazhdim të bësh përsëri pjesë e spektakleve të tilla dhe të jesh pjesë atyre dhe patjetër që këtë rrugtim ta kurorëzosh me fitore në fund, sepse e dim që e meriton, edhe besoj endi që dhe ky është mendimi yt apo? Normal. E troja unë dua të ndërlidhem këtu, sepse patjetër që në rrugë të tilla gjithmonë është dikush prapa teje. Është dikush pas teje që të shtyn që të vazhdosh. Kush është frymëzimi yt për të qenë artiste? Frymëzimi më i madh. Në fakt, frymëzimi më i madh kam babin, po është edhe një person tjetër që deri këtu ku jam sot nuk kam mujt pa këta dy vet. Është edhe motra e më e madhe Kea, është pianiste edhe mos më është pianiste shumë e fortë. Është shumë e fortë edhe pa ta dhe pa babi nuk isha mujt me mbri sot ku jam në qëtë vend vogël, me mbri ku jam dhe sot. Babin, gjithmonë pa babin edhe ku qenë për koncert ose anë, nuk muj pa babin, diqysh, kom qenë mi pas për para ftyrës, mi di që kom offer meja, edhe ka herë njerëz ma bojmë pse je shumë në gjitën me babin, po unë e kom qef më kone në gjitën me babin, se për derë sa më ka një mu edhe më ka shty me bo, edhe më jep halo kurajo shumë me bo një san që unë mendoj që nuk muj, po ai gjithmonë ma bë që mund është mi bo edhe ka shumë besim me mu. Troja, vajza babit. Po. Është shumë kënaqësi me dëgju që mirënjohja vazhdon edhe për prindërit dhe për pjesëtarët tjerë të familjes, sepse janë me të vërtetë ata që neve na shtyjnë në secilën fushë të jetës tonë, edhe Troja tash besoj që po e gëzon shumë edhe familjen, edhe babin, edhe motrën me gjitha sukseset që po i arrin në rrugtimin e saj artistik. Edhe është shumë e rëndësishme Arsa që me pas familjen mrapa, me të motivu për karrierën, domethënë keni sukses garantuar deri diku nëse e ki familjen, le të themi motivues dhe shtyjes dhe suportues të le themi profesionit që ti ke qef me e vazhdu në jetë. Troja, po du më ndale dhe po du më të pyet pak në lidhje me muzikën ma shumë. Muzika ka zhanre të ndryshme, ka artistë të ndryshme, unë po du më të pyet pak për stilin tënd muzikor. Yes, tashte une jom rrit me rock, me jazz, me blues për shkak babit, edhe ka pjesa tjetër popi.
motra nga ke Olivia Rodrigo, motra madha kea, edhe tashti unë jam në mes rockut edhe popit. Edhe tash unë i këndoj dy zhanret, edhe po pa marrë parasysh mu këtë zhanret të pëlqejnë. Shumë mirë. A keti ndonjë stil ndoshta pak më shumë që të personifikon krimi tek pjesa muzikës apo që të gjitha të pëlqejnë? Ma shumë mu si person pëlqen popi dhe rocki, se përshtaten shumë. Po edhe blues, jazz, janë të mira, edhe më pëlqejnë, varet konga. Po, normal, varësisht prej muzikës edhe zhanri ndryshon, ndoshta edhe prej preferencave edhe prej periudhave të ndryshme, se jo mundet me ndryshu. Troja, unë nëse kërëngoj një këngë, zakonisht kam qef me po edhe kush e ka shkruar një tekst ndoshta të mrekullueshëm një këngës që mu më pëlqen. Ty atë pëlqen ma shumë le të themi me shkru apo me interpretu? Tashti, unë ja kom nis me shkru edhe në këngë, anglisht. Po mu ma shumë më pëlqen dyja, po nuk më mëj me zgjedh. Ma shumë me interpretu, po edhe me shkru. Se diqysh kur shkruj një këngë që më pëlqen, diqysh është edhe kur ta bën interpretimin e bën diqysh me shumë shpirt. Edhe çdo këngë ta me kom interpretu me shpirt, i kom jap ato që kom mujt gjithë. Po ma shumë me kisha zgjedhur interpretimin. E prej këngëve të cilat ti i ke shkruar që gjitha dhe që i ke interpretuar normalisht që i ndjen pak më shumë kur është diçka që buron nga veti edhe që rrjedh nga ti. Cila do të ishte ndoshta njëra ndër ato që do ta veçoje si këngën tënde të preferuar, prej atyre të cilave ti i ke shkruar dhe që i ke interpretuar? Këngët e mia që i kom pas. Tashti ato këngë nuk i kom shkruar tekstet une. Do i ka bo Përparim Namani. Një tashti teatër që e ka bo Përparim Namani, tjera ti ka bo Bekim Këpuska. Po unë tani që halon nuk janë të shfaqen e këngët, edhe shpresoj që në vitin 2026 shpresoj që shfaqen. Ato këngë unë interpretoj me shpirt, se tani kur për shembull Bekimi mi ka që këngë kur më konë fëmi edhe mu më kanë pëlqy shumë. Edhe Përparimi kur ma ka që këngën e teatrit, këtë këngë të mija i kom të interpretu me shpirt edhe i kom jap letëmi rëndësi të madhe edhe zemër, këtë që ato që kom pas i kom jap këngë. 100% që? 100%. Troja, unë përdu me të pytë këtu, po ndërlidhemi me tekste, ti tha që unë shkruj tekste, dhe më thonë ti shkruan këngë të ndryshme në gjuhën angleze. Tashti, po, unë shkruaj në gjuhën angleze, veç që aja kom njësë këtë vetë, sepse mi ju thonë drejten, unë e kur më konë fëmi gjithmonë kur këndojsha, kom pas qef gjithmonë me pas, e paramaneshën vetën, e kom një imaginat madhe, unë që shtam, e paramaneshë vetën në skend madhe, edhe halo ka herë paramanaj. Edhe gjithmonë fjallë që i kom pasën man, edhe e kom bo një ritëm, e bëjsha ritëm, diqysh edhe i përshtatësha, edhe piqa të herët edhe pata, pse unë nuk shkruj këngë. Dhe tashtja pata njës ka derka dole me shkru këngë këtë vetë, edhe E tash Troja po du me të pytë, nëse më lejan, ti shkruan këngë, po a i shkruan ndoshta me gjëra që të ndodhin ty, dhe me thënë me gjëra personale, dhe nëse po, na trego pak ndonjë... Nuk më kom qef me qitë krejt, tash këngën. Jo, ndoshta veç pikat, që nuk zbulon shumë. Kënga bëhet fjallë për këtë jetën teme. Këngë që i shkruaj, janë rreth jetës teme. Po, ka herë janë edhe prej librave, se unë lexoj shumë. Në fakt, ka libra që më pëlqejnë shumë edhe pi libret, unë e marrë inspirim edhe unë i shkruaj ka herë pi librit fjallët, ose ka herë... Ato ikë pyetjes. Jo. Ato ikë pyetjes. Jo, s'ka lidhje, le ta shohim deri në fund. Me tash jo për po nuk kam që e mi qitë krejt, po une, diqysh këngë që tash që ja kom nisë me shkru, është krejt për jetës teme, po ka herë dhe për librave që i lexoj. Shumë interesante, por po besoj që kemi pas mundësin që kur Troja vetë
ta lansoj këngën e saj, kemi pas mundësi që atëherë me postuar në emision edhe që me na tregu pak më shumë, e po ja lëm edhe publiku surprizë, por edhe neve, sepse edhe ne nuk është që dim diçka në lidhje me këngët që Troja i ka shkruar. Troja, ne folëm paka shumë për stilin tënd në muzikë, për frymëzimin tënd edhe për sukseset e tua, të cilat i ke pas gjatë kësaj periudhe, por si ka ndryshuar jeta, le të themi, jeta jote në aspektin e muzikës, kur njerëzit kanë filluar të dëgjojnë muzikën tënde edhe ta pëlqejnë mënyrën se si ti këndon? Kur ka filluar? Po, kur ka filluar? Tashti njashta se nashta këtë vit ja ka nisë ma shumë. Po. Edhe se kom pas shumë ma shumë punë këtë vit, këtë muaj në fakt. Po, le të themi këtë vit. Ky vit. Nashta kom gabim, nashta jo. Viti 2025, viti i sukseseve për Trojen, po. Po. E po shpresojmë që ky vit të përmbyllet me këto suksese, 2026 të jetë me suksese edhe më të mëdha, edhe më të shumta. Krahas lavdotave, unë po du me të pyet, a ki pas edhe kritika Troja, se po besoj që si çdo njeri, edhe ti ndoshta ke has në kritika apo edhe paragjykime? Paragjykime? Jo, paragjykime. Ndoshta, po une për veti jo. Kritika? Po. Ma shumë për babit. Kam qef që babi mu të regu real me mu, me ma të regu që për shumë gjithmonë e kom pyet pës babin. A kesh në regull, a kesh mirë, edhe kam qef që me ma të regu, edhe me mjo ap kritika shumë. Jo që bëne që shtu se që kjo keq për doket, po kur tëm, edhe njerës tjerë kam qef, po ma shumë babin e ndëgjojës. Po besoj që dhe për kritikave mësojmë edhe më shumë, edhe më dorë që i përmirëson të gjitha pjesë, që kritika, sepse dikush tjetër mund të ashtë me një sy pak më ndryshe pjesën të ndë të muzikës. Po, këtë vit, kom pas, në fakt, gjdo vjetë kom pas kritika, edhe tashti, këtë vit, pi qatën e kritikave, kom më mësu edhe ma shumë, po shpresoj që kom me pas edhe vitin tjetër ma shumë dhonë. Se kom pas edhe këtë vit kritika. Orsa? Po, tash unë po ma njitëm, sepse përgjigjet e Trojës janë ato që ka shumë të rinj dëshirojnë që t'i kenë. Sepse Troja po tregon shumë nga talenti i saj, sepse edhe qysh në moshë të re, ajo ka arritur shumë, qoftë me muzikën edhe me kitarën e saj, me interpretimet të ndryshme edhe me lansimin e disa këngëve të saj personale, gjë që tregon shumë për Trojën si person edhe për Trojën si artiste në këtë pjesë, le të themi. Unë nuk dua që të vazhdojmë shumë me pyetje, sepse dua që magjinë e këtij emisioni t'ja lëm pak muzikës, duke qenë se është edhe emision festiv, dua të sjellim edhe pak muzikë, por Troja unë ty po ta bëj edhe një pyetje përfund, le të themi, të kësaj pjese të parë. Cili do t'ishte ndoshta mesazhi që ti do t'ju thoje të rinjëve, të cilët ndoshta kanë pak ngurrim në ndjekjen e muzikës, ose ndoshta friksohen nga paragjykimet ose pjesët e tjera që kanë të bëjnë me muzikën. Okej, tashti. Unë gjithë talentave të ri, jo veç muzikës, po çdo talenti, art, dizajn, çka dojnë, veç ju kesha dashur me u thonë me vazhdu këtë kohës, mos munal. Që ose njerës më ndonë mi u qitë poshtë, ju veç vazhdoni, une qysh bëj une kur më kanë thonë kush, jo pëse vazhdoni, jo pëse kështu, gjithmonë i kom mbyll vesht, edhe kom vazhdu punën teme. Se une bëj shka du, edhe talentave të ju kesha bo, bëni çka dëni, veç jeni ma shumë kreativa, që kjo. Orsa, unë veç edhe një pyetje po du m'ja bëj Trojës për fundim. S'po du me lënë Trojën pa ja bua edhe këtë pyetje, duke qenë se muzika është një nga profesionet që shumë dëgjohet, ushtrohet, këndohet e tjerë. Është përditshmëri, le të themi, pa muzikë. Trend. Gjithmonë në trend. Troja po du me të pyet nëse me të vërtet janë disa fjalë të vërteta që ne dëgjojmë, apo thashë theme, le të themi. A është muzika për ty pasion apo edhe profesion? Po pyes këtu, a është një stabilitet për ty? Okej, është muzika për mua o profesion. Është muzika për mua jetë. Jeta jeme është. Për pas familjes e gjithë, muzika është jetë, e kom pas këtë jetën edhe është pasion, profesion edhe. A mendon që gjithmonë do të vazhdosh edhe në të ardhmen në muzikë? Une kam plan edhe po, edhe shpresoj që po. Po une, qysh mendoj, edhe besoj që po.
A mendon që artistat të rinj po mbështeten mjaftueshëm sa duhet këto kohë të fundit nga ndoshta edhe këngëtar të mëdhenj? Tash duhet edhe pak më shumë mbështetje, ndoshta, por unë për vete kisha thonë edhe ma shumë mbështetje. Duke qenë se e dim që muzika nuk është një punë e lehtë, le të themi, ndoshta. Jo, fare, sepse mund të duket ndoshta për syve të publikut duket shumë e lehtë, thuaj se vetëm këndojnë ose e marrin një instrument në dorë dhe luajnë me atë instrument, por shumë çka tjetër shihet pas artistëve të cilët me të vërtetë ndjejnë muzikën edhe që e interpretojnë muzikën dhe siç Troja do ta ketë rastin ta bëj këtë për ne tash. Troja po e merr kitaren. Edhe na tregon çfarë këngë do të na interpretosh tash, sepse do të ketë shumë këngë në këtë emision të ditës së sotme të edicionit festiv. Okej, tash unë pi bëj të Shpadetës, përgjithmonë është një këngë që motra më ka thonë me mësu, edhe unë njëherë nuk e kom dash, po masanajnë më ka pëlqy. Shumë tash unë jam mirë shumë paragjikusi këngëve, kur më jep dikush për shembull babi, bëni çet këngë se është shumë e mirë. Unë i them jo, s'm pëlqen. Fill, pa një pa goxhos, si ta një veç emrin e këngës fizon, s'm pëlqen. Po edhe që ato të unë e urrej shumë, pse nuk kam qef, edhe po kjo këngë është shumë e preferuar, më pëlqen. Edhe më pëlqen shumë edhe le ta dëgjojmë. Që kemi shiu tash edhe ne edhe publiku. Të bukur, arsat e kam gjetur nga shumnin. Si një flutur, vallëzon e zho lullje mërë me të mirë. Ta që di që tu e one e di që më të për gjithmonë më ngjas sirët a natën fund. Së harroj e di që nuk më harron, për gjithmonë më ngjas sirët a natën fund. Gjurma e varve më pastëron, vjesht e ndimër, gjurma e jote më dëshmon. Tash e di që du e one e di që më të për gjithmonë më ngjas sirët a natën fund. S'të harroj e di që nuk më harron, për gjithmonë më ngjas sirët a natën fund. Për gjithmonë më ngjas sirët a natën fund. S'të harroj e di që nuk më harron, për gjithmonë më ngjas
herët ta natën Duart Rokitje, edhe të themi vetëm unë dhe Endi në studio, por besoj që gjitha ata që neve po na shikojnë në këto momente, e dëgjuan zërin e mahnitshëm të Trojës dhe gjitha emocionet që ajo i përcolli qysh këtu prej studios, e deri te gjitha ata që neve po na ndjekin në këto momente. E ne me Trojën nuk do ta lëmë me kaq me muzikë. Troja, a ke ti ndonjë këngë që dëshiron që me na këndu tash para se të vazhdojmë me një pjesë tjetër surprizë dhe ta përmbyllim në një mënyrë shumë të bukur. Okej, tash të këndoj një Billie Eilish. Më pëlqen shumë Belly Ache. Është një pikongë të vjetra që e ka pas, nështë kur konë mosh 17-16 vjeqa. Më pëlqen shumë. Where's my mind? Where's my mind? Where's my mind? Where's my Kështu Trojën me dy këngë të interpretuara të mrekullueshme dhe po besoj të preferuara tua. Të vësyri është më kone ftun disa herë edhe unë një van që shëdhëm gjithë, një van kur jam gjithë, kur shkoj gjithë, nuk e harroj. Edhe kështu që as juve s'kom i harru. Tek ne je mirësoar dhe sidomos me gjithë këtë talent të ndin. Faleminderit shumë për këto dy këngë. Faleminderit Troja për këto dy këngë, po vazhdojmë tashmë atë pjesën e surprizës, në mënyrë që emisionin me përmbyll pastaj përsëri me një këngë për shumë të bukur, tash për festat e fundvitit, le të themi që janë, sepse është emisioni festiv. Troja, do ta luajmë një lojë, le të themi. Është zgjedh mes po ose jo. Ne do ta themi një fjali, do ta lexojmë një fakt, le të themi, në lidhje me muzikën edhe me talentin tënd, dhe ti do të vlerësosh po apo jo. Endi, apo ja fillon ti? Po, patjetër. Ke pasur ndonjëherë frikë para se të dalësh në skenë? Përpara, po, tani jo. E konsideron veten perfeksioniste në muzikë? Po apo jo? Halo duna punë, po një për momentin, a më me thonë, nashta, ndoshta, pak? Po. Pak, okej, pak. Ka ndikuar muzika në mënyrën si e sheh jetën? Ka ndikuar muzika në mënyrën si e sheh jetën, po. Je emocionale kur këndon apo luan kitar, po ose jo? Po. Ke një artist që të ka frymëzuar që në fillim, po apo jo? Shumë artista, po. Të pëlqen të eksperimentosh me stile të reja muzikore? Shumë. Ke një këngë tënde që ndjen më afër zemrës, po apo jo? Po. Cila? Teatr. Tani për tani teatr. Teatr. Mendon se rrjetet sociale janë të domosdoshme për një artist sot? Po. Pse? Ndoshta. Pse?
Nuk e di, nuk e di që mi spjegu, për asë në përgjigjen tame nuk e më sigurt. Ndoshta. Ndoshta atë derën që munden me promovu veten ma shumë? Po, për shembull, në rrjetet sociale mund me promovu ma shumë, mund më kon të shlirë. A më thonë ndoshta të lutni. Po, bën. Patjetër. Në rregull, ke mësuar diçka shumë të rëndësishme nga një dështim. Po. Si që vetëm me Second Paris. X Factor, po. Dhe e shë vetën duke bërë muzikë edhe pas shumë vitesh, s'po t'ja me Alon Trojës, më përgjitha, më përgjith natash. Bash. Unë e për vete, po, që shë pa vetën, që shë paramenoj, dhe Alo paramenoj, po. Këtu përfundoj edhe kjo loj, mini loja jonja, muna me thonë, tash më Troja, nëse nuk ke diçka me shtu ma shumë, edhe nëse Orsa nëse ke diçka. Jone nuk kam diçka sepse po du me Alon veç muzikës, sepse kitarja po përshkruajnë më së miri këtë pjesët, për Troja, për pos një kënge, për festat e fundvitit që do t'a këndosh në fund, a e ke një këngë tjetër edhe tash një parasaj që do t'na këndosh për ne, qop një prej këngëve të tua, më të pëlqyera, ose dhe një këngë tjetër cilën ta duash ti. Po du me kënu këngën ta me performance që të më teatër. Teatër. Ka të gjojmë së bashku. Pasështë edhe kënga jote, pse jo? Dua të shkëpuz do zingjir, të makra të fluturoj, dua të prek qilin nga lagun t'ju vëzhgoj, gati gjithçka duke ndryshe, po të vogël ju rrethon, më lejoni trisa më lartë, që shoh gjithçka në botë, sa të vegjë për ide të mëdha, sa të sjellshëm ironi në krah, siente otri pala ciucica, pala ciucica. Dua të shkëpuz do zingjir, lirin time të kërkoj, zëri im të ke fuqin që çdo kusht të më dëgjoj. Pak liri për të dukur, robër mendjes pa mjet bukur, lartësi jam bën të flas me zë të thëras, sa të vegjë për ide të mëdha, sa të sjellshëm ironi në krah, siente otri pala ciucica, pala ciucica. Mendjen drejtura, ide tërta, e vërteta, histori false. S'dua bëhem unë cinike, por kam lirin të temja. Sa të vegjë për ide të mëdha, sa të sjellshëm ironi në krah, s'kete otri pala ciucica, pala ciucica. Sa të vegjë për ide të mëdha, sa të sjellshëm ironi në krah, s'kete otri pala ciucica, pala ciucica. Sa të vegjë për ide të mëdha, sa të sjellshëm ironi në krah. Përsëri Duart Rokitjet nuk janë të mjaftueshme asnjëherë. Troja këngë e mrekullueshme, edhe emocioni që e përcova është i jashtëzakonshëm. Kemi arritur tash tek momenti i përmbylljes së këtij emisioni festiv. Ne po përmbyllim Orsa, po shikuesit mos ikin, le të qëndrojnë ende sepse kemi edhe një tjetër interpretim nga Troja. I don't wanna love for
Troja, faleminderit shumë Troja që ishe mes nërë sot, faleminderit që na solle këtë emocion të bukur me gjitha këngët që interpretove, edhe me disa nga pyetjet tona, të cilët u lidhen shumë në lidhje me artin tënd, me talentin tënd, të cilin shpresojmë që nuk do ta ndalësh asnjëherë. Para se mi përmbyll krejt, duke qenë se jemi në prak të vitit 2026, në prak të vitit të ri, veç edhe në një pyetje të fundit për Trojen. Troja, cilat janë dëshirat e tua për këtë vit të ardhshëm? Nëse dënë mos i zbolo krejt, po disa prej tëre, nëse veç se ke. Dëshirat e mia, mas pare me pas shëndet, o mirë. Veç me pas ma shumë punë, kisha dasht, ma shumë edhe për vetin me punu. Edhe me mbri, ose me pas diçka, vitin tjetër diçka të bukur që kom i pas si X-faktorin, po ma të mirë experience. Qëta kisha dasht. E mira nuk ka fund. Pa tjetër, ne urojmë se këto dëshirat që t'ja rish, e Troja, tash duke qenë se është emision festiv, le ta ndojmë edhe se cili prej nesh nga një urim për gjithë shikuesit që neve po na ndjekin në këto momente. Troja, a e keti ndonjë urim për gjithë ata që neve po na ndjekin tash? Urime vitiri 2026 dhe shpresoj që krejtve mi u plotësu dëshirat ose edhe mas parë me pas krejt shëndet që është ashtë edhe parës. Qëta kisha thënë? Endi, po të një orem? Pa tjetër, për të gjithë shikuesit të dashur që po na shikojnë në këto momente në televizionit Syrivizion në lidhur këtu me podcastin nia, unë dua shumë t'ju uroj një vit të shkëlqyer si nga ana personale, por edhe nga ana profesionale, dhe ju vazhdoni të qëndroni me ne sepse çdo të dielë do të jemi së bashku edhe në vitin 2026. Urime. Ashtu si që tha edhe Endi, tash është edhe radha ime të ndaj edhe një urim për gjithë ata që po na ndjekin në këto momente. Uroj që shëndeti, lumturia dhe gjitha ditët më të bukura që ju ëndërroni, të jenë me ju në vitin 2026, të keni sukses, vazhdoni të punoni dhe paçi vetëm ditë të bardha. Nga unë Arsa, nga Endi dhe nga Troja Bicuri. Urime vitin e ri 2026, bashkë do të takohemi në emisionin tonë të radhës në vitin 2026 në podcastin Rinia e diela tjetër ora 18. Mirëmbëjtje.